Amerikani ndëron jetë në burgun e Shkodrës ja çfarë ka ndodhur. Në IEVP Shkodër në datë 28 tetor 2025, i paraburgosuri Brendon Ronald Saparito është gjetur i varur në dhomën e tij nga bashkëvuajtësit. Punonjësit e institucionit e kanë nxjerrë me puls dhe me shenja jete drejt urgjencës, ku stafi mjekësor i ka dhënë edhe ndihmën e parë, pavarësisht ndërhyrjes menjëhershme nga Spitali Koplikut dhe përpjekjeve të stafit mjekësor. I paraburgosuri nuk ka mundur të mbijetoj. Brendon Ronald Saparito, i datëlindjes 22/4/1968, i biri i Josef Binald Saporita dhe Marisa Saporita, ndodhej në IEVP Shkodër për efekt të vendimit të gjykatës së shkallës së parë Shkodër, e cila i kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg, i dyshuar për veprën penale vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare. Ai ishte arrestuar në 2/5/2025 dhe ishte sjellë në institucion në 4/5/2025. Ngjarja është raportuar menjëherë autoriteteve kompetente dhe po kryen të gjitha veprimet hetimore për të sqaruar rrethanat e plota të kësaj ngjarje. Drejtoria e IEVP Shkodër po bashkëpunon ngushtë me prokurorinë dhe shërbimin e kontrollit të brendshëm në burgje për dokumentimin e plotë të ngjarjes.